أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير هدي محمد المصطفى وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. Vëllezër të nderuar musliman, ju përshëndesim me përshëndetjen më të bukur dhe më të pastër islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi ju. Vëllezër të nderuar, pasi që e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, Zotin e botrave, ashtu sikurse i takon falënderimi vetëm Allahut krijuesit të botrave, elusim Allahun xhalla xhelalu të na ruaj nga të gjitha ato të keqia, të cilat ju kanosat trupave dhe shpirtrave tanë. Që udhëzon Allahu i lartësuar për në rrugën e drejtë, s'ka kush që ta nxjerrë atë njeri nga rruga e drejtë, dhe kush del prej rrugës së drejtë, s'ka kush që ta udhëzojë atë njeri për në rrugën e drejtë përveç Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj se s'ka të adhuruar tjetër me merit përveç Allahut, i cili është një dhe i përshoh, dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wasalam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Vëllezër të nderuar, në këtë ligjërat të kësaj dite xumaja kam përzgjedhur një temë vëllezër, e cila është në vazhdimësinë e temave rreth çështjes të zemrës. Dhe kjo është një temë kryesore dhe thelbësore vëllezër dhe shumë e rëndësishme, sepse të gjithë ne mundohemi dhe kemi frikë prej shejtanit të mallkuar, i cili mundohet të sulmoj ku? Në zemrat e njerëzve, në zemrat sidomos të besimtarve. Prandaj o vëllezër, të parët tanë të nderuar thamë, ishin ata persona Allahu i mëshiroft dhe qoftë i kënaqur prej tyre, ishin ata persona, ata burra, të cilët kujdeseshin shumë, vallahi kujdeseshin shumë për zemrat e tyre, i kuronin ato, mundoheshin t'i mbanin ato të gjalla, sepse zemra e gjallë është ajo zemër
e cila është e lidhur me Allahun subhanahu wa taala, është ajo zemër e cila përkujton Allahun xhalla xhelalu, është ajo zemër që i frikësohet harameve, të ndaluarave që Allahu xhalla xhelalu na ka urdhëruar të ruajmë prej tyre, që të ruajmë besimet tona. Vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'anin famullar në një ajet kuranor kur thot: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, falamma zagu azaga Allahu qulubahum wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin." E kur ata u shmangën nga e vërteta, Allahu ja u largovi zemrat e tyre, dhe me të vërtet Allahu la yahdi al-qawma al-fasiqin, nuk i udhëzon popullin e prishur, popullin e shturur. O vëllezër, subhanallah, nëse do të shohim njeriu, nëse zemra e tij është e lidhur me Allahun xhalla xhelalu, do të jetë i kënaqur me vetveten e tij, do të jetë i rrahshëm, sepse dhe qetësia e mendjes, o vëllezër, vjen pikërisht nga pastërtia e zemrës, sepse edhe mendja, reagimet i merr nga zemra dhe nuk i merr nga mendja e vet, subhanallah. Nuk mund të flasi do të robi me mendjen e tij nëse nuk i flet zemra e tij, se që nga zemra vijnë të gjitha reagimet, subhanallah. O vëllezër të nderuar, profeti Muhamedi alayhi salatu wasalam thot: "I paraqiten sprovat zemrës si kallamat e rogozit, dhe çdo zemër që i thit ato sprova i vendoset një pikë zezë. Çdo zemër që i refuzon i vendoset një pikë bardhë, derisa zemrat janë dy llojesh, një e bardhë të cilën nuk e prekin sprovat dhe një tjetër e zezë që nuk e dallon të mirën nga e keqja." Ka përmendur profeti alayhi salatu wasalam me fjalë të thjeshta të kuptueshme sprovat, tamam si ato kallamat e rogozit, të cilat janë të shpeshta, dhe kështu i vinë sprovat njeriut në këtë dynja. Mundohet shejtani me gjithë arsenalin e tij të mposhti zemrën e besimtarit, të godasi zemrën e besimtarit, duke bërë atë që t'i përulet sprovave të ndryshme, subhanallah. Allahu na ruaj. Dhe ajo zemër të profeti alayhi salatu wasalam, e cila i thith këto sprova kur i vinë dhe bie prej tyre, atëherë për çdo sprovë që ai bie prej, i mbetet një pikë zezë në zemër, Allahu na ruaj. Ndërsa ajo zemër e cila ju bën ballë sprovave të ndryshme, duke mos rënë prej tyre, ajo zemër ngelet e parë. Po ndodh, o vëllezër, sepse njeriu është me gjunafe dhe vetë nga natyra e tij është ai që jetë gabimtar. Ndodh që shejtani ta mposhti ndonjëherë, por besimtarit Allahu i ka lënë pendimin, besimtarit Allahu i ka dhënë namazin, besimtarit Allahu i ka dhënë për kujtimin e Allahu xhelle xhelalu, që kur i kryen këto e pastron zemrën e tij, subhanallah. Fillon i pastrohet ajo pika e zezë. Fillon shejtani prap i bie këmbës, që i rënë të këmbës. Dhe subhanallah fillon prap të apusi besimtarin në kurtha, por besimtari i kthehet Allahu xhelle xhelalu dhe i kthehet akoma më i fuqishëm, akoma më fort. Dhe shejtani dështon prap. Pra vëllezër të nderuar, gjëra që e prishin zemrën e njeriu janë disa, të cilat i kanë përmbledhur dietarët në disa dyer të mëdha. E para, shkujdesja ndaj Zotit. Kur robi është i shkujdesur ndaj Allahut, ndaj urdhrave të Allahut. Nuk po flasim tu për gjunaftarët e mëdhenj, por po flasim për ato zemra të cilat janë zemra gafile, të shkujdesura, të cilat janë ato zemra që janë lidhur me dynjën ngushtësisht dhe me interesat e saj. Allahu na ruaj. E shohin dynjan sikur dynjaja është gjithçka. Dhe nuk është e interesuar kjo lloj zemre me përmendjen e Allahut. Kjo zemër nuk i rikthehet vetes në vetë të mendoj ky rob që unë Zoti më ka krijuar për një qëllim të lartë. Nuk është qëllimi vetëm të dalë në punë që të pikë sabahu, të ri robi dynjas, në fund fare e marr vesh kur shkoj në darkë, i lodhur i cfilitur, dhe nuk fitova më shumë se sa që më kishte caktuar Allahu xhelle xhelal. E njëjtë
gjatë vazhdon dhe ditën tjetër. Kjo lloj zemre, ky lloj njeriu bëhet monoton. Dhe çfarë ndodh? Në këta lloj njerëzish vëllai bëhet stresi, gangrenë. Arrin shumë shpejt ky person të bjerë në pesimizëm, sepse e shikon jeta i duket sikur është me të vërtet diçka kopi, qonë në mëngjes, dila të në puna që piksa pau, rri gjithë ditën robi dynjas, edhe bukën e amë këmbër, se s'ka mundësi do të ullet të ajë si njeri, dhe kur vjen puna, nuk po shikon dhe një hajole, nuk po shikon dhe i dobi, përveç se shkretim, dërmimi i trupit të ti, spilitje e mendjes, dhe nuk e merr me atë se si i vijnë gjëra. Fillon mërzitet, nuk shtyhet, nuk bëhet, po ti pyesësh këta lloj njerëzish për t'u habitur fatkeqësisht subhanallah, e më vëlla çfarë po bën? Edhe pse ndoshta i ka pasuri vëlla, mund të ketë pasuri sa të doj, por nuk është i kënaqur në zemrën e tij. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Në zemrat e tyre ka sëmurje për Allahu subhanahu wa taala. Dhe Allahu ja ushton më shumë sëmurjet e tyre. Përse? Sepse janë ato zemrat të cilat janë kapur ngushtësisht për dynjan o vëllezër, Allahu na ruaj subhanallahu. Bën në rrugët e dynjas. Dhe në fund fare nuk kanë gjë tjetër veç se shpërblimi i tyre është zjarri i xhenemit, Allahu na ruaj. Vëllezër të nderuar, e dyta është epshet dhe dashuria në harame. Ku robi nga sëmundjet e zemrës janë epshet e ndryshme. Sidomos epshi seksual është shumë i keq për zemrën, saqë shiko se çfarë thot njëri prej dietarëve të Islamit, Ibn Qayyim el-Jauziu, Allahu mëshiroj. Epshi është pijedesa e shpirtit që e largon atë nga njohja dhe adhurimi i Zotit. Me të vërtetë o vëllezër, që epshi i tillë është, sepse neve jemi krijesa të Allahut, jemi njerëz, dhe çdo kush prej nesh e ka provuar që në zemrën e tij të ketë pasur dashuri për një vajzë. E merr me Allah vllasi të bën kjo lloj gjendje në këtë lloj kohe, të bën tamam të dehur, të mendosh vetëm për të. Gjithë ditën t'ja kushtosh vetëm asaj. Dhe trupi nuk ndihet në rregull, subhanallahu. Je tamam i dehur vlla, as në qiell as në tokë s'ke thonë një fjalë. Ky rob mendon vetëm e vetëm se si ta shpyr epshin e tij, se si ta realizoj dëshirën e tij. Nuk ka mundësi ky person që të përmendë Allahu xhel xhelal në të kohë. Kur thua vlla, pse ri vetëm i shqetësuar, shikoj vlla. Merr me atë. Kujtoj pak, ndoshta atë gjendje që çdo kush mund ta ketë pasur, Allahu na ruaj prej saj. Në këtë lloj gjendje duket e robësi i dehur. I thua vllajt me falë namaz, jo kam punë, i shqetësuar, po pse i shqetësuar? Ku duan? Sepse nuk po i del ashtu siç duhet. E ka zemrën vetëm të lidhur tek epshi i tij, tek harami i tij, Allahu na ruaj subhanallahu. Dhe kjo është automatikisht është me të vërtetë një nga sëmundjet më të keqia që mund të përfitoj ose mund të fiti zemra subhanallahu. O vëllezër, tregoj një histori e bukur, një histori reale. Ka qenë një muezin i cili të riste ezanin, besimtari sinqert, vitë të riste ezanin 5 kohët në xhami, vallai dhe punë shumë e lartë tek Allahu xhel xhelal. Dhe një ditë prej ditësh, duke thirrur ezanin në minare, i vën syt poshtë, dhe poshtë ishte obori i një komshiu që ishte ngjitur me xhamin. Dhe në këtë shtëpi banonin njerëz të krishterë. Dhe syri i ja çon shejtani shikimin tek një vajzë e kësaj shtëpie, e cila ishte e zbuluar. Dhe shikon ky dhe i ngjall epsh. I pëlqen dhe shejtani tamam i fut një shigjet me elmë në zemër, ja e mos zemër. Dhe i verbojë syt. Dhe fillon çmendurisht të mendoj për të. Hypte sa herë në minare që të shikonte, Allahu na ruaj se shejtani kështu të vjen. Shikonte këtë femër, derisa arriti që të shkojë dhe ta kërkojë.
Shkon dhe kërkon këtë femër për grua. Dhe çfarë i ndodh? I thot kjo femër, unë nuk mund të marr ty, sepse unë jam e krishtere. Dhe babai tim kërkon që mua të më japi për një të krishterë. Nëse ti e pranon fen time bash i krishterë, direkt unë e pranoj martesën me ty. Mendon ky Allahu na ruaj, dhe nga dashuria e zjarrt arrin që çfarë? Të ndryshoj fenë, Allahu na ruaj. Ta ndryshoj fenë. I thot ti japi të vajzës, unë jam dakord të bëhemi krishterë, vetëm të marr vajzën tënde. Madje çfarë? Në këtë moment pa arritur subhanallah, robi të presin muhabetin, Allahu ja merr shpirtin subhanallah. Dhe shikoj Allah, nga një besimtar i mirë i devotshëm, nga një muezin i këndshëm që ishte në rrugë të Allahut në një vepër shumë më të lartë, të ndroi fenë e tij dhe të vdesi si pabesimtar, si mohues i saj. Për çka o vëllezër? Vetëm për atë të epshit. Prandaj vëllezër të nderuar, epshi është tamam pije dehise, është tamam sëmundje gangrene e zemrës. Vëllezër të nderuar, nuk mund të gjesh një të ri që të dojë një vajzë në të njëjtën kohë të jeti përkushtuar në fe, të falet, të agjeroj, të lexoj Kur'an e të tjera. Nuk mundesh do. Ose nëse gjen dikën, ai sa fal namazin dhe gjatë namazit, ai ndoshta bën lutje o Zot, inshallah e ka këtë temë. O Zot, inshallah ja arrin kësaj qëllimi, Allahu na ruaj subhanallah. Në vend që ti lut Allahut o Zot, më bën nga banorët e xhenetit, për të cilin është qëllimi i njeriu në këtë botë. Në vend që ti lut Allahut o Zot, më ruaj nga haramet, që janë shkaqe që të futet robi në zjarr dhe të privohet nga xheneti, robi i bën lutje Allahut për gjëra shumë të këqija, shumë të ulta, sëmundje të zemrës. O vëllezër, të fantazorit të tepër është një nga shkaqet e sëmundjes të zemrës. Kjo ndodh më tepër mes të rive, të cilët mendojnë gjatë mbi gjëra të paarritshme, thjesht iluzojnë me iluzionet e tyre, dhe kjo vjen prej shejtanit. Si për shembull, një person i cili të mendoj që të jetë notari më i mirë në botë. Ndërsa me e bukur është se kur e pyet di not, nuk di not. Po si ti mendon që ti je notari më i mirë, kur ti nuk di not? Pra shiko, ose dikush mendon gjëra të paarritshme o vëlla, gjëra që nuk mund t'i arrijë dot, o vëlla, ti nuk i arrin dot ato gjëra. Përse po e fut mendjen të iluziosh në gjëra që ti nuk i arrin dot? Sepse çfarë do të bësh, do të pezmatohesh më vonë, do biesh në pesimizëm. Ja gjëra që ti nuk po i arrin, ec, shejtani po të thotë ja Allah, nuk shtyhet e shikon, ti nuk ja asgjë. Ja pilani ka makinë, ti s'ke makinë. Mor vllai dashur, ti nuk ke biçikletë një. Përse e çon mendjen ke makina subhanallah? Ti nuk u ke shtëpi ku të futësh kokën mor vllai. Ti mendon të kemë një vit 5 kaçe, 3 kaçe. Gjë e paarritshme, gjë të cilën çfarë i bën kjo gjë njeriu dhe zemrës së tij e godet keqasi. Vjen shejtani duke ja bërë, shikon ja, ti si realizon këtë gjë. Atëherë çfarë të bëj? Vrit, vjet, bie tjetri. Allahu na ruaj subhanallah. Vëllezër të nderuar, shoqëria e keqe është prej helmeve, prej sëmundjeve të zemrës. Thot profeti alayhi salatu wasalam në një hadith të këndshëm, thot robi është në besën e robëve të vllajt të tij. Njeriu është në besën, besimtari është në besën e shokut të tij. Më thuaj me këri do të populli të them cili je. Nëse do të shoqërohesh me njerëz të mirë, me njerëz të këndshëm, me besimtar të cilët kur i shikon të bën që të kujtosh Allahun, të lehtësoj në brenga, të qetësohet zemra, të kthjellohet mendja, do të ndihesh rahat. Është tamam sikur shoqëria e mirë, është tamam sikur në një dyqan parfumerie. Nuk ngopesh sa ti turier të mirë, vjen kënaqësi, do të rish në të. Ndërsa shoqëria e keqe është tamam sikur në një kovaçan, e cila bie çmyr të djegur, e të keqe, dhe nuk arrin dot të rish në të as një sekond, do të largohesh sa më shpejt. Pra shoqëria e keqe o vëlla është gangrenë e zemrës, e cila çfarë shoku i keq të nxjerr prej fesë më shpejt, ndikon shumë shpejt drejt për së drejtë në zemër.
se është shejtan njeri. Shoku i keq është shejtan njeri. Nëse shejtani të vjen nëpërmjet mendjes dhe të thotë të vjen të thotë bëj këtë mos bëj atë, dhe ti je mes dy dilemash, bëj se bëj. Shkoj në xhami, nuk shkoj në xhami. Shoku i keq është shejtani që thotë drejt për së drejtë, hajde më vëlla lere ku muhabet. Ndërsa Allahu xhallahu çfarë thotë në Kur'anin famëlar, në ditën e gjykimit do të kafshojë në gishtat pa besimtarë, do të thotë ai njeriu. Sikur të mos e kisha marrë për shok filanin, sepse ai u bëse vetë që më shmangu nga rruga e drejtë. Sikur të ishte largësia ndërmjet meje dhe ti, sa lidhja me Perëndimin. Subhanallah. Shikoje, do të qajnë ka shumë njerëz që janë të gënjur sot o vëlla. Janë larg dyeve të xhamisë. Zemrat e tyre ju janë nxirr vetëm si shkaku i ndjekjes si pasimit të shoqërive të tyre. Sepse ndoshta janë njerëz të mirë më vëlla po ti shikosh, por vetëm se kanë bërë zgjedhjen e gabuar në shoqëri. Po shoqërohen me njerëz të këqij, të cilët e pasere i hyjnë në gjëra të këqija. Vëllezër të nderuar, gjithashtu një prej dyerve të sëmurjes së zemrës është të folurit fjalë të pajishme, përgojimi dhe të fusësh në armiqësi ndërmjet njerëzve. Allahu na ruaj. Kjo është prap një emet, një keqe që është përhapur sot në masë. Në përgjithësi njerëzit kur takohen me njëri tjetrin, nuk përshëndeten dhe kanë turp të përshëndeten me fjalën e këndshme që na i ka urdhëruar Allahu Assalamu alaikum, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ty, por përshëndeten me fjalë të pista dhe krenohen, duke sharë robin nga nëna, nga motra, nga familja, turp, subhanallah, dhe ju duke sikur krenohen, flasin fjalë të këqija rrugës, e pa po s'ka gjë. Kështu është moda, kështu i ka ardhur koha sot, s'ka problem. Blemi budallar është ai i cili nuk flet fjalë të pista. Ndërsa Allahu xhallahu vëzër që ne e themi shpeshherë në hutbe, kur flasim, thot ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. O ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahut dhe thoni fjalë të mira, fjalë të drejta, fjalë të këndshme. Se kur të flisni fjalë të mira, yuslih lakum a'malakum. Allahu ja u rregullon çështjet tuaja. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Dhe Allahu ja u fal gjunat tuaja. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sepse kush i bindet, kush i nënshtrohet Allahut dhe të dërguarit të tij, faqad faza fawzan 'azima. Ai me të vërtetë ka korrur një fitore të madhe. Subhanallah. O vllai bashkë profeti alayhi salatu wasalam thotë, ose fol mirë ose hiç. Ka çoj gjumë. Bile ka thënë një hadith tjetër, kush më garanton dy gjëra, i kam garantuar xhenetin. Shikoj, dy gjëra të thjeshta, kush më garanton dy gjëra, ti ruaj, i kam premtuar xhenetin këtij personi. Kujdesuni për atë që keni ndërmjet dy notave për gjuhën, të mos flisni fjalë të pista, të pajishme, të mos mbani njerëzit të kërkojë, dhe kujdesuni për organet tuaja gjinetare. Për ato të cilat ju fusin në haram. Kush i garanton, kush i ruan këto dy gjëra, i garanton xhenetin ka thënë profeti alayhi salatu wasalam. Elusim Allahu na bëjë nga banë të xhenetit. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. O vëllezër, pasi që falenderojmë Allahu subhanahu wa taala Zotin e botrave, çon salavatin e profetit ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pjesa e dy shkurtë mish të vëllezër, do të flasim disa gjëra që janë ilaç për kurimin e zemrës. Dhe kush janë vëllezër? Ato dijen dhe logjika të çon drejt tyre dhe çdo kush i di. Nuk mund të themi vetëm një besimtar i di. Po të pyesësh edhe njerëz të tjerë që nuk janë besimtar, direkt t'i japin përgjigjen e tyre. E para, të luftosh me veten për të mposhtur epshet e pakontrolluara. Ti thuash dikujt o vëlla, çfarë do të thotë ti ulësh shikimin, të ruash shikimin të në haram? Po gjë e mirë vëlla, edhe pse ai nuk është besimtar. Ka gjë e mirë vëlla, je rahat, je i qetë në zemrën tënde. Vedere, kur nuk e kontrollon syrin, shikon kush kalon rrugës, këdo
as mirë në vetën tënde Allah. Fillon të ndjesh i stresuar, të shtrëngohen gjoksi, të fillosh të mendosh për gjëra pse o vllai dashur, ta futesh mendjen në gjëra të këqija dhe nuk e ke mendjen tënde për ta adhuruar Allahun subhanahu wa taala. E dyta vëllezër, të përmendurit e Allahut. Vallai e heq ndryshkun e zemrës, ashtu sikur e heq ndryshkun e ekurit ujë, acidi që e gryen atë. Ashtu e heq ndryshkun nga zemrat e njerëzve, përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. A nuk qetësohen zemrat tot Allahu subhanahu wa taala nga përkujtimi i Allahut? Dhe me të vërtetë dhe se kur e përkujton Allahun xhelle xhelalu, vere mire, shikon ndonjë haram ose bën një gjuna të vogël, e kujton Allahun dhe i friksohet Allahu sinqerisht, fillon ndjenjë trombite në zemrën e tij, një dridhje. Çfarë është kjo? Do të thotë që fillon ta riparoj zemrën. Ai sikur asa ju bëro fisk, i jep një ujë dhe direkt ajo bëhet e pastër subhanallah. O vëllezër të nderuar, shtimi i lutjeve. Dhe sidomos për neve, vallai më së shumti, është çështja që duhet ta lutim Allahun subhanahu wa taala për atë gjë që neve kemi më të dobët, pikën më të dobët. Prandaj robi besimtari duhet të di ku janë pikat e tij më të dobta, se shejtani ato synon. Dikush ka pikë të dobët e epshit. Aty e sulmon shejtani me gjithë arsenalin e tij. Edhe ai ti lut Allahut shpesh duke qarë ndoshta, duke ju dridhur zemra namaz o Zot më ruaj nga epshi. O Allah më ruaj nga epshi. Edhe ta shikosh Allah, vallahi betojmë tek Allahu, do të forcoj Allahu në të, dhe do të ta bëj të urryer dhe të ndaluar. A ta urresh atë gjë. Dikush e ka pikën e dobët ke alkooli, ke kumari, ke vjedhja, ku ta diun subhanallah. A ti ta lusi Allahu në sejdë, ti bëj dhe lutje o Zot më ruaj nga ky ves. O Zot më forco, o Allah më forco në momentet më kritike të mia. Dhe do ta shikosh vllazë, nuk je ti i fortë në atë moment, por është mëshira e Allahut që të ruan në momentet më kritike. Tjetër vëllezër, e fundit shoqërimi me shok të mirë, besimtar dhe largimi nga shoqëria e keqe. Pra, të shoqërohesh me ata persona, sikur se thot Allahu subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Thot Allahu subhanahu wa taala, përkufizoje veten tënde, bëj durim, wasbir, bëj durim, bëhu qëndrueshëm me ata persona të cilët i ka udhëzuar Allahu subhanahu wa taala, me ata njerëz të mirë që e përkujtojnë Allahu subhanahu wa taala. Dhe mos e hiq syt prej tyre dhe të kërkosh kënaqësinë tek kësaj bote, duke u shoqëruar ndoshta me dikën i cili të duket i mirë se ka lek, ose ka shoqëri të vetë, unë shoqëri me të. Por do të Allahu ne atje kemi shmangur zemrën nga rruga e drejtë dhe do të humbi edhe ty subhanallah. Prandaj vëllezër, e lutem Allahun xhelle xhelalu që ta pastrojmë zemrën tonë vëllezër. Dhe e kemi në dorë, e lutem Allahun të na i pastrojë zemrat tona vëllezër. Dhe të kërkojmë Allahut lutje shpeshherë, Allahumma tahhir qulubuna. O Zot, na i pastro zemrat tona dhe të përpiqemi për to vëllezër, më shumë se që përpiqemi për pastrimin e trupit apo të teshave tona, apo të lukeve tona. Elusim Allahun xhelle xhelalu na i bashkoj zemrat tona, të na i futi besimin dhe të na i bëj të dashur veprat e mira në zemrat tona, dhe të na largoj nga kufri, nga shirku dhe nga gjërat e këqija. Elusim Allahun xhelle xhelalu na i bashkoj zemrat tona dhe të na bëj nga banorët e xhenetit. Amin. I kërkoj Allahut falje për mua dhe për ju. Allahu جل جلاله من آيات القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. السلام عليكم.